Imazhet që tronditën botën. Imazhet që treguan të vërtetën. Imazhet që mbetën në histori. Të shtunën në emisionin Randevu, shfaqen pamje të shkëputura nga rrëfimet për luftën e Kosovës. Do të ketë edhe pamje që rralljan parë gjatë futjes së trupave të NATO-s, sikur ky incidenti ndodhur në Prishtinë më 19 qershor të vitit 1999. Let's go. Në shënimin e 16 vjetorit të bombardimeve të NATO-s kundër ushtrisë serbe, Randevu përmes pamjeve përkujton luftën e botës së civilizuar kundër ushtrisë që mbilte terror në Kosovë. Të shtunën në orën 16:10 në emisionin Randevu me gazetarin Korab Lecaj. E luftës, pra që ka qëruar në për luftat në ndryshme, gjithandej në për Jugosllavi përfshirë